ka një përputhshmëri të plotë midis dëshirës sonë për të hyrë në BE dhe dëshirës tyre për të na marrë në BE. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që në procesin e integrimit që nga viti 90 pas rënies murit Berlinit e këtej të vendeve ish komuniste në Bashkimin Evropian ka pasur momente që dera është hapur dhe ka pasur faza kur dera është mbyllur për arsye të politikës brendshme të Bashkimit Evropian natyrisht. Dhe nga ana tjetër, sot jemi në një moment kur dera është hapur për ne dhe për malin e zi. Tani, ç'do të thotë dera është hapur për ne? Do të thotë që kemi në tryezë një kalendar pune i cili ka një afat fundin e vitit 2027 për të përmbyllur negociata. Dhe çfarë janë negociatat për të hyrë në Bashkimin Evropian? Janë bisedime për të gjitha aspektet e organizimit shtetëror, për të gjithë sektorët, ku nga pikpamja e legjislacionit ne duhet të adaptojmë gjithë organizmin legjislativ dhe rregullator të BE-s. Bëhet fjalë për qerek milion faqe, që ka filluar puna natyrisht prej vitesh, por ka plot më shumë akoma për të përkthyer, për të adaptuar dhe për të quar në miratim. Dhe nga ana tjetër, bëhet fjalë dhe për të garantuar në proces një performancë pozitive. Tani, Bashkimi Evropian nuk bën as lojra, nuk bën as komente në Facebook për sy më sy. Bashkimi Evropian nuk merr pjesë në votime në Shqipëri, nuk ka fanel partijake shqiptare. Bashkimi Evropian ka një mekanizëm të tërë për të monitoruar ecurinë e punëve në një vend që pretendon të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Dhe ai mekanizëm nuk do të di fare, siç thash, as për përkatësira politike, as për simpatira politike, as për. Ai mekanizëm është një mekanizëm i ftohtë, i akullt, që shikon vetëm punën dhe rezultatet. Dhe tani, nëse në bazë të punës dhe rezultateve, ky mekanizëm thot të kundërtën, komplet të kundërtën, e këtyre që thua ti Bledi dhe që thonë plot të tjerë si ti këtu që nisen nga të tjera premisa, do të thotë që në të vërtet Shqipëria po bën hapa shumë të mëdhenj në transformimin e gjithë organizmit të vetë shtetëror dhe po bëhet një shtet i gatshëm për të bërë shtet antar i BE-s. Ky është fakti. Dhe këtë fakt nuk e luan as topi, edhe jo më fjalët e tepërta që janë fukarallëk. Dhe pse duhet vota në 11 maj të mos shkojë askund tjetër? Sepse këto negociata janë një proces ku nuk ka asnjë ditë, jo më muaj apo vit për të humbur, sepse nëse humbasin qoftë një ditë, atëherë gjërat shtyen, dhe nëse shtyen, ajo port mund të mbyllet. Nuk e dia më kuptoni. Dhe kjo është kaq e vërtet, saq është e vërtet, që mali i zi i dashur Bledi dhe të dashur miq që kontestoni edhe diellin që me shosh nuk mbulohet dot se këto janë fakte, i ka hapur negociatat në 2012, një vit para se unë dhe Partia Socialiste të virim në qeveri. Dhe akoma nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian, përkundrazi, ne jemi kram e malin e zi, megjithëse negociatat konkretisht i kemi hapur vjet. Kemi arritur të bëjmë atë që unë e kam përsëritur gjithmonë, që pavarësisht se ne nuk na jepnin hapjen zyrtare të negociatave për arsye politike të një vendi apo një vendi tjetër, ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe kemi qenë gati që në momentin e hapjes negociatave të jemi më përpara se ç'kanë qenë të tjerët kur i kanë hapur negociatat, duke praktikisht
bërë të njëjtat gjëra që do të bënim po t'i kishim hapur negociatën. Dhe sot dera është hapur. Dhe nuk është një lojë fjalësh kjo, dhe nuk është një çështje e përsëris kush jam unë e kush je ti, jam me këtë apo jam me atë dhe ngjyre të faneles politike në Shqipëri. Kjo është një çështje mbarkombëtare. Ky është një interes mbarkombëtar. Dhe për këtë interes mbarkombëtar ne nuk duhet të lëkundemi dhe nuk duhet të humbasim fillin dhe nuk duhet të humbasim drejtimin. Që do të thotë që qeveria jonë mund të ketë shumë të meta. Qeveria jonë në gjithë këto vite mund të ketë bërë plot gabime. Por as kush tjetër, as kush, as përballë, as përreth, as mbrapa nesh, nuk bën dot as se si atë që ne bëjmë dhe që ne mund të bëjmë në këtë moment në histori. Nuk e bën dot. Dhe do t'ishte fatale për vendin çdo lloj lëkundje në 11 maj. Çdo lloj lëkundje. Tani që t'jemi shumë të qartë, unë nuk parashoh ndryshim të majorancës, të shumicës. Partia Socialiste do ta rifitojë shumicën. Këtu çështja është cili do të jetë mesazhi që populli shqiptar do t'i japë Bashkimit Evropian, do t'i japë edhe 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Do të jetë një mesazh që këtu ne jemi siç ishim, apo do të jetë një mesazh që këtu ne jemi të vetëdijshëm që dera është hapur dhe duam të hyjmë në Bashkimin Evropian. Nëse do të jetë ky i dyti mesazhi, atëherë duhet një shumicë më e madhe se çdo herë tjetër për Partinë Socialiste. Kjo është kaq e thjeshtë. Është kaq e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me fanelën, por përsëris apo me faktin që ne rrezikojmë të humbasim zgjedhjet. Kjo nuk ndodh për arsyen e thjeshtë sepse shqiptarët janë shumë të mençur dhe ka një instinkt shumë të fortë politik dhe për politik nuk u ha shkopin asnjë lloj qeni. Kështu që në këtë aspekt, siç tregojnë të gjitha sondazhet, siç kanë treguar edhe më parë, po siç tregojnë përsëri, nuk është ky shqetësimi. Shqetësimi është çfarë do të dali si mesazh nga zgjedhjet e 11 majit. Po